procesi i provave dhe i vendimarrjes lidhur me provat të caktuara. Për juristët dhe për ata që janë në sallën e gjykimit, në momentin kur një dokument dorëzohet në gjykatë, gjykata duhet me tregu apo e merr si të mirëqen çat dokument, apo nuk vetëm po e merr. fut në lëm. Proceduralisht çka ndodh këtu? Këtu secili dokument i cili është dorëzuar, është fut në lanë dhe i është lanë mbrojtjes e drejta me e kundërshtu ose mos me e kundërshtu, mirë po gjykata nuk ka tregu a ka me marrë si të mirëqen këtë dokument ajo. Çka në kupton kjo në terma procedural konkret? Në rast se na kemi një fotografi ose një vend shqyqim të një vendi të krimit, i cili është bërë në vitin 98 dhe ai ka raport të autopsisë, ka fotografi, ka shirita, ka pluma, ka uniforma, ka armë etj. etj. Kur ky raport jo është dorëzuar mbrojtjes, dhe e dim që shëmbon atë kohë këto raporte, mbrojtja mundet me marrë dhe me kontestu deri në detaje vërtetësinë e tij. Mirë, po në situatën kur mbrojtja nuk e din, a ka mu marrë si prova apo nuk ka mu marrë, mundet me hub fokusin. Dhe si rrjedhojë e kësaj, mundet definitivisht ajo mu shëndru në një provë edhe përkundër faktit që ajo mundet me qenë provë manipulume. Pse është kjo shumë e rëndësishme e kuptu edhe qytetarët, po edhe krejt sistemi. Në kohën kur ka ekzistu shteti Jugosllavisë, ka ekzistu edhe prezenca juridike e Serbisë në Kosovë, proceset gjyqësore kanë qenë të kontaminume. Pra ne e dim të gjithë, e kanë konstatu të gjitha edhe raportet ndërkombëtare, po edhe misionet vëzhguese të cilat kanë qenë këtu, që forenzika e policisë së Serbisë, që nuk kupton ata që vinë masi të kryet një krim me këshyr vendin e ngjarjes, kanë qenë mekanizma të cilët kanë manipulu prova. Edhe gjykatësit, edhe prokurorët e asaj kohe, kanë qenë mekanizma të cilët kanë manipulu prova. Çka nuk kupton kjo? Mundeni me marrë masakrën e Dubravës. Gjykatësit dhe prokurorët të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes kanë konstatuar që gjitha viktimat janë vrarë prej natës, edhe përkundër faktit që aty ka pas njerëz të vrarë prej plumbave. Çka nuk kupton kjo? Në rast se çaj raport i dorëzohet Hagës, Haga e marrë që keq ata njerëz kanë vdekë prej bombardimeve. Fut në procedurë, pastaj mbrojtja nuk e din nëse në secilën situatë ku një qytetar i Kosovës është vrarë, raporti zyrtar në qeverinë e Serbisë, në institucionet e sundimit të ligjit të Serbisë është që janë vrarë terrorist. Edhe nëse ka qenë 9 vjeçar, edhe nëse ka qenë 10 vjeçar. Dhe çka më bën ata shti raportit me marrë të mirëqen, apo me hy me kontestu me prova të ligjshme, me ekspertiza, me super ekspertiza, me të gjitha tjerat, të cilat kontestojnë që këto nuk janë elementet të cilat mund më provu. Pra, në rast se kemi një raport të mjekësisë ligjore, i cili do të konstatante që për shembull po e zonë, një serb i vrarë në një zonë të caktuar në Kosovë është vrarë prej plumbave, atëherë në atë raport një duhet mi pas gzhojat, plumbat, raportin e mjekut ligjor, duhet mi pas fotografitë, edhe shumë e rëndësishme me i pas edhe procesin, proces verbalës, fotografitë, si që është ardhejte ai përfundim. Në këto situate, në rast se ne nuk i besojmë ekspertit mjeko ligjori që ka bo procedurën, kërkojmë një super ekspertizë për atë rast. Çka na ndodh? Ne nuk kemi super ekspertizat kërkuar në këtë proces. Sepse